Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Sot nuk ishte befasi për gjithë ato që njohin se si punon dhe vepron Mickovski. Mickovski 35 milion euro për Universitetet Shqiptare asnjëherë. Mirë po, ajo që ne befason është heshtja në qeveri e partnerit Vlen këtyre ditëve. Ata e kanë ditur se çfarë do të ndodhë. Nuk mund të arsyetohen, sepse gjëra dalin në qeveri, pastaj kalon buxhetin në parlament. Fushat me gënjeshtra ishte gjithë kjo e Izet Mexhitit për kryetar komune në Çajër. Në vend të kampusit sot, shqiptarëve hoqën 35 milion eurot për universitet. Universitetin Nëna Teresë i japin ferime 1 milion që i vije arnim. Nuk është herë e parë që Izet Mexhiti i bie Kosës, që nga 0309-2024 i dha Kosës në Facebookun e vet për UNT-n dhe fondin 35 milion eurosh. Që them të drejtën, edhe unë besova sepse është në qeveri, se vendes kryeministri i parë. Mirë po, të gënjeshin një gënjeshtër të tillë të hodhishin treg është vërtet turp. Në buxhetin e vitit 2026 nuk figuron asnjë gjurmë nga premtimi për 35 milion eurosh për ndërtimin e kampusit të Universitetit Nëna Teresë në Shkup. Një premtim i përsëritur gjatë fushatës për zgjedhjet lokale 2025 nga Izet Mexhiti. Premtimet për investime të mëdha në institucione shqiptare nuk reflektohen në dokumentet zyrtare. Buxheti 2026 jo vetëm që nuk përfshin kampusin e Universitetit Nëna Teresë, si dhe projektet e tjera të premtuara, por madje redukton fondet për disa institucione kryesore shqiptare në Maqedoni. Edhe një herë ta përsërisim, premtimi për 35 milion euro për kampusin e Universitetit Nëna Teresë në Shkup ka qenë tipik premtim elektoral në buxhetin 2026 dhe nuk figuron sepse nuk ka vullnet politik. Nëse do donin vërtet ta nisin projektin, qeveria do të vendoste qartë në investime kapitale, njësoj siç e kanë bërë për Universitetin Kirill dhe Metodhi në Shkup. Shumë të mëdha miq të mi nuk futen fshehur rrezik, futen dhe duken menjëherë. 1 milion euro kapitale është thjesht arnim. Nuk ndërtohet Izet Mexhiti kampus me 1 milion. Kjo shumë dhe zakonisht shkon për pajisje, rekonstruksione të vogla ose procedura. Ekonomistët e thonë saktë, nuk ka asnjë shenjë të një projekti për 35 milion eurosh. U përdoren standardet të dy fyshta mes universiteteve. Te ukimi, gjithçka është detajuar me destinim të qartë. Te Universiteti Nëna Teresë jo. Në dokumente buxhetore, kjo është sinjal i qartë se projekti nuk është prioritet. Të mos flasim për sheshin Skënderbeu. Dhe këtë e lëshoi gënjeshtër të radhës PR-i dhe vet Izet Mexhiti. Mungon edhe rezerva buxhetare. Edhe kur dokumentacioni nuk është gati, qeveritë zakonisht lënë mjetet e rezervuara të mos bllokohet projekti. Tu nuk është lënë për këtë projekt asgjë. Kjo tregon se nuk ka as vullnet as plan. Pastaj goditet edhe më shumë trupi që merret me gjuhën shqipe. Agjencioni do të marrë 5 milion denar, inspektoriati 275.000 denar. Pra, jo vetëm që nuk forcon institucionet shqiptare, por paksohen mjetet, duke i lënë edhe më të dobta. Premtimet e fushatës kanë qenë marketing politik pastër, projekte jo të planifikuara. Në buxhetin 2026 nuk ka gjurmë të kampusit të Universitetit Nëna Teresë, nuk ka rezerva për sheshin Skënderbeu, si dhe për gjithë institucionet shqiptare të cilët do marrin më pak para. Hiç më shumë. Izet Mexhiti është koha që të del publikisht dhe të sqarojë pse dhe ku shkuan këto. Një Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.